Vëllëm pak këllaqin këtu. Kjo është një lloj argjili. Është një lloj argjili, cilin unë e marr nga fshati im. Dikur e përdorin për çerepat e për vorbat e për ato. Është shumë i mirë. Bëhet një masë shumë e lidhur me pemën kjo. E madhe dhe freskë. Edhe nuk futet ajër te kalema. E na ndihmon shumë. Këtë e kam dhe si fiksim. Po e përdori shumë herë. Është e mirë kjo. Është kështu plesh që moti, këto e kanë pas përdor edhe unë e kam fiksim. E kam shef dhe e përdori prapë. Edhe sot e kësaj dite ka lloj pastash, ato i përdori pak vetëm për zënjën e kalemit sipër, që mos marrë ajër. Kurse këto e përdori për trungje, për pemë të mëdhaja, sepse bëhet një masë e mirë. Po ta shohish, e përdorim këtë, se është e mirë. Je rendiment. Një minutë gjohët shara, pas të bëj një minutë, vazhdoj. Ka rëndësi shumë ki kanali këtu, sepse unë i quaj tuba shkarkimi, kanë shumë lëngë të shinë këtë periudhë, edhe i bëjmë një këte, një krahin tjetër, pasi ta presim kretarën, sepse thanë ajo. I thanë kalemat, në qoftë se si bëjmë këto kanalët, i thanë kalemat dhe nuk zë.
bëjmë shartimin e arës për vitin 2026. Ka kohë që kemi vazhdu. Sot jemi në Kukës. Si që shihni kanë shumë lëngë. Dhe ku ka shumë lëngë, pa tjetër duhet t'i bëjsh 2 qarje deri në 3. Nëse i presim direkt me motoshar, i bëjmë 1, ndërsa kur e presim me shardore, duhet i bëjmë 2 deri në 3 dalje, si quhen tubat e shkarkimit, sepse kanë shumë lëngë këtë periudhë dhe kanë shumë lënda acitike, të cilët na e djegin kalemat që kemi këtu. Pra, si hapëm këto, do të vazhdojmë të hapëm kanalet për shërtim. Përdorim një pikë mirë, madhe, dhe hapim kanalin këtu. Ja. Si që shihni. Do ta demonstroj një se si ta boni dhe ju në shtëpiat tuaja, qofse jeni marakli, e boni vetë arën pa problem. Këtë kohë ka lëngë shumë, po prapë se prapë mund ta pastrojsh pak edhe me dalë për siguri. E pastrojmë dhe pak me të dalë. Të shi është periudha që shkon direkt në likur, po për merak i vi 2 herë edhe me këtë. Na shkoj kalemi në pjesën e butë. Kjo periudhë është automatikisht e pastra ajo, sepse ka lëngë. Por nëse e boni më herët, duhet ta boni atë. Dhe marrim kalemin. Kalemat i kemi të ruajtur, fjetur, si që shihni, dhe do ta bëjmë gati, do ta sprehim ja. Ja. I bim pak këtu. Dhe e presim me sharën. Të shi e heqim pak me gërshër për më shpejt dhe vazhdojmë sprehjen e tij. Duhet jetë pjesë e rrafsht. Pastaj heqim një pjesë lëvorës këtu, se në qoftë se nuk e heqim këtu, nuk zen. Ja. Si e heqem, ashtu ta bëni dhe ju. Ja. Ja. Është edhe kjo, në qoftë se lëkura është e trash, kalemin e sprehim deri në gjisë që të vije në milimetrat e para, se këtu në fillim do të kape lëkura. Ja, këtu do të kape. Këtu. Mos e lëm jashtë kështu rrafshme, nuk është të thonë ta lëm rrafsh këtu, sepse lëkura e hollë thjesht se e kësaj është kjo këtu. Ja, se ta pastrojmë pak që të jepet për saktësi, shive. Këtu e para do kape lëngun. Kjo. Atë shi do ta fusim, ta rregulloj edhe pak. Edhe e fusim. Ja pra, si duhet. Ta keni parasysh dhe ju. Fusim këtu dhe përdorim pak një çekiç që t'i bim ta qëm për më kullaj. Në qoftë se e bëjmë, qoftë është e hollë e qëm edhe me dorë, kur ke çekiçin ja. Ja. Shkon atje ku ne duam. Ja. Të shi nuk luna ajo. Ja, është fiks. Kështu vazhdon me gjithë kalemat që ke. Ke? Ja. Të shi e vum një kalem. Pastaj do t'u tregoj se si ta izolojmë, si ta rregullojmë. Këta diqirat. Do t'i vedhe pak loke kështu. Dhe kështu detaj ati. Ja të punë. Saj mund t'i vendosish edhe 3 kalema. Ja. Nuk ka nevojë më shumë, qajnë shumë, sepse data sot është 12 prill dhe kanë kohën fiks nëse ke kalema të ruajtur dhe cilësor mund t'i bësh.
Ja. I bim pak. Ja. Duhet jeti shtrënguar kalemi. Jeti shtrënguar kalemi, nëse kalemi lëviz shumë lirë, nuk e ke puthit mirë dhe nuk zen. Nuk zen. Duhet ta puthisish shumë mirë kalemi. Ja. Ja. E bëjmë atë, bëjmë me gëshër. Sprefim mirë edhe gjithmonë në fundin e lëm pak më të ngushtë, nuk është të thonë, varet se si ke hap kanalin, po kur merresh shumë kohë me këtë e dyn për afërsisht përmend se sa duhet ta bësh dhe nuk rrit tu u zvonuar shumë. Shi. Ja. Kjo ka rëndësi shumë, që kjo duhet i bish tak. Nëse si bëkot, nuk e bë asgjë. Ja. Se këtu do kapa ajo. Këtu do kapa. Ja. Vendosim. E i bim. I bim pak. Ja, nuk shon dhe pak fort. Është shumë okej. Shumë okej. Të shi, unë përdori. Mund t'i vesh direkt nga kjo plastika dhe nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Vetëm do izolesh kalemat, po unë për merak përdori nga kjo llaçi këtu, cilin e marr kudo që shkoj, shumë vende. Mund t'i vendosish edhe dhe, nuk ka rëndësi, po do pak. Dhe do më shumë, nëse do të vendosim dhe, do pak më shumë. Do t'i bësh një qark me një plasmas dhe i vendos dhe. Unë përdori këto, sepse është më praktik dhe është më rezultativ, sepse nëse thahet argjili është shumë e vështirë, nuk depërton as nxehtësi dhe as gjë tjetër. Shi do vëm pak para, do t'i vëm këto që i kam servijuar unë vetë për sharkim, cilat vjen nga Greqia. Ja. Shif. Vendosim një dy para, të shkurta. Ja. Vendosim këto të shkurta para dhe e lidhim. Ja. Shiun e lidhim me këtë. Ja. Një tjetër pak në gjatë. Sepse si mas trungu du presish edhe rripin. Kur është trungu më i gjën e pret më të gjatë. Ja. E lidhim. Dhe e shtrëngojmë mirë që të na vinë. Kalemat janë shtrënguar, po kjo shtrëngon edhe pak më mirë. Ja. 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 E shtrëngon. E shtrëngon. Edhe bëhet më mirë. Je më i sigurt. Mund vesh direkt dhe plastikën, po unë e përdori këtë. Pastaj vëm plastikën, e cila dhe kjo një farë lagështie, edhe është 100%. Qofse i vëm, nuk do të depërtoj asgjë më ema. Ja. Do ta kem edhe në sipër. Ja.
Kjo e një farë vaditja speciale kjo. Ja. Ja, shumë e thjeshtë, mund ta bësh edhe ti. Të ndë pa marrë asnjë tjetër, vetë duke pa videon, ja. Ja. Kjo është e bërë, unë u vendos pasi afër fundit, po edhe në këtë moment për të demonstruj vend dhe pastën, e cila është direkt për shartimin. Ja. Izolim kalemat në maj, me një shkopa me një gjë tjetër. Ja. Ja. Fej kështu që, sepse lëkura, si që dim, lëkura ka shumë parë, në qoftë se nuk i vendosim kështu, mund të marrë edhe ajër këtu dhe mund dështosh. Është e mirë pa tjetër t'i vesh, qoftë se s'ka e pas, survejo pak laç nga ki dhe veti ve pak laç. Pam, 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 edhe mbaron. Respekt e Marakli, ditë mbarë.